Allahu i lartësuar po don që me shpërfaqe, me nxjerr sipërfaqe sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasallam se çka janë në gjendje me bë. Çka janë në gjendje me sakrifiku. Vjen Uthmani radhiyallahu anhu i cili i sjell 1000 dinar. A di sa janë 1000 dinar? 1 dinar është 1 lirë orit. 1 dinar është sikur se 1 lirë orit sot. Uthmani radhiyallahu anhu edhe pse i la kret Mekës anet për 9 vjet ka arrit me bokët pasuni, sa që i bjen 1000 dinar, 1000 lira. Llogariti. 20 dinar është nisabi i zakatit. Kur kush i ka plotsu 20 dinar, o dosh me dhon zakatin. Uthmani radhiyallahu sadak po vjen me i prum për luftën e Tebukut 1000 dinar. Thuhet që i ka prum edhe një 300 deve. Edhe prazmore çka ka pas të shtëpia, po kryesorja pejgamberi alayhi salatu wassalam kur e ka pa Uthmani që ka prum thotë ma darra Uthman ba'da al-yawm shay. Uthmanit si ban zarar më kur si ban dëm më kur gjo Masudit bani çka bani. Edhe e përsërisë si ban më kur gjo Uthmanit dëm, do han u kry më lojti veten që në popullet e pagoi veten Uthmani radhiyallahu anhu. Para kësaj pejgamberi alayhi salatu wasallam kishton i të nxit sahabët kush e na ndihmon me përgatit ushtrin për në Tebuk e ka xhenetin. Edhe Uthmani vjen me 1000 dinar. Abdurrahman ibn Auf i sjell 2000 dirham. 2000 dirham, dirhami është i argjendit tash. Nisabi për me pas më të qartë, nisabi i zakatit në argjend është 200 dirham. Abdurrahman ibn Auf i ka pru 2000, domethënë 10 fishin e nisabit të zakatit. Ebu Bekri e sjell këtë pasunin. Omeri thot, radhiyallahu anhu thot, e kom rujt momentin që m'ja kalu Ebu Bekrit. Që të mërmenja, Omeri me Ebu Bekrin po shtyhen se cili po jep ma shumë, e cili po del ma i pari, e cili për zemërin e pare për livdu njerëzit. Kjo është gara tyna. Gara Omerit edhe sahabëve ka qenë që nëse dikush mundet me boni punë, pse se baj edhe une? Nëse Ebu Bekri po mujka me dhonë që kaq, pse se jap edhe une? Nëse dikush po mundet me mësu Kuranin, pse se mësoj edhe une? Që kjo është gara.